Rruga u bë e heshtur në çastin kur motorët u ndalën. 3 makina të zeza, të pastra, të rënda, krejtësisht jashtë vendit, u ndalën përpara një tavoline të vogël ushqimi buz rrugës që kishte qëndruar atu për vite me radhë. Njerëzit ngrin, bisedat u prenë në mes, edhe autobuset dukeshin sikur ngadajsuan. Dafina qëndronte pas tavolinës së saj prej druri, me duar të ashpra nga vitet e punës, me rroba të thjeshta dhe trup të lodhur. Nuk e dinte pse makinat ishin ndalur, nuk e dinte kush ishin burrat që po zbrisnin, apo pse po afroheshin drejt saj me fytyra të mbushura me një emocion që ajo nuk e kuptonte. Vite më parë, ajo thjesht kishte gatuar ushqim. Vite më parë, ajo thjesht kishte ushqyer 3 djem të uritur, kur askush tjetër nuk i shikonte. Ajo nuk priste asgjë në këmbim, nuk e kishte imagjinuar kur që ky moment do të vinte. Sepse kjo nuk është një histori për pasurinë që vjen papritur. Është një histori për mirësinë e dhënë në heshtje dhe ditën kur ajo u kthye. Nëse ju pëlqejnë histori të fuqishme dhe emocionale si kjo, na tregoni në komente nga cili qytet po na ndiqni. Mbështetja juaj na ndihmon të vazhdojmë t'ju sjellim histori të vërteta dhe të paharrueshme. Dafina u zgjua përpara se zëri i parë i mëngjesit të përhapej mbi fjerë. Dhoma ishte ende në errësirë, ajri i rënd nga nxehtësia e verës që nuk ishte larguar as gjatë natës. Një dritare e vogël përballë një rrugice të ngushtë linte të hynte një vijë të zbehtë drite gri. Ajo qëndroi shtrirë për disa çaste, duke dëgjuar zhurmën e largët të një kamioni furnizimi dhe frymëmarrjen e ngadalë të qytetit që sapo po zgjohej. Trupi i dhembte në vendet e zakonshme, mesi, gjunjët, por ajo nuk u ankua. Thjesht u ngrit, uli këmbët në dysheme dhe pëshpëriti si një zakon i vjetër. Ta fillojmë përsëri. Dyshemea ishte e ftohtë nën shputat e saj. Palosi batanien me kujdes dhe e vendosi mbi karrigen pranë shtratit. Nuk kishte dollap, vetëm disa grepa në mur ku rrobat vareshin të pastra dhe të rregulluara. Zgjodhi një bluzë pambuku dhe një fund të errët, rroba të thjeshta, të zgjedhura jo për bukuri, por për rehati dhe dinjitet. Dafina besonte se mënyra si paraqitesh ka rëndësi, edhe kur askush nuk të sheh. Në banjën e vogël lau fytyrën me ujë të ftohtë. Pasqyra mbi lavaman i tregoi një grua në fund të 50-tave me flokë të thinjur dhe fytyrë të gdhendur nga vitet. Syt i kishte të lodhur, por të kthjellët. I lidhi flokët pas koke me një lastik të vjetër dhe mori frymë thellë përpara se të kthehej në dhomë. Kuzhina ishte thjesht një cep i dhomës së ndenjës. Një sobë e vogël gazi mbi një tavolinë të ulët, 2 tenxhere dhe disa enë që ajo i mbante gjithmonë të pastra. Mati orizin me kujdes, duke e hedhur ngadalë në tenxhere, sikur nxitimi mund ta bënte të paksohej. Shtoi ujë, pastaj kaloi te tenxheria tjetër për gjellën, qep të prera holl, pak vaj, një lugë salcë domatesh e ruajtur nga një ditë më parë. Sot nuk kishte mish. Disa ditë kishte, shumë ditë jo. Teksa tenxheret u ngrohën, aroma e qepëve mbushi dhomën. Dafina përzjente ngadalë me lëvizje të mësuara. Nuk gatuante me nxitim. Gatimi ishte një nga gjërat e pakta që e bënte të ndiheje qëndrueshme. Ndërsa punonte, fliste me vete me zë të ulët, jo nga vetmia, por nga zakoni. Kjo ditë do të kaloj, murmuriti ajo, si gjithë të tjerat. Kur ushqimi u bë gati, e vendosi në enë plastike të vjetra, që dikur kishin mbajtur kos apo djath. I mbështolli me një leck dhe mori tavolinën e vogël prej druri nga cepi i dhomës. Ishte e lehtë, por e çuditshme për të mbajtur, me një këmbë pak më të shkurtër se të tjerat. Ajo e dinte sakt si ta balanconte me një copë kartoni. Jashtë, fjerë po zgjohej plotësisht. Dyqanet ngrinin çepenat metalik, një furr buke më poshtë rrugës mbushte ajrin me erën e byrekut të sapo pjekur. Autobuzët i binin Boris me padurim dhe burrat mblidheshin te kafeneja e Koçes me filçan eksprese në duar, duke debatuar për futbollin. Dafina e vendosi tavolinën në vendin e saj të zakonshëm buz rrugës, pranë një ndërtese të pafërfunduar që qëndronte aty prej vitesh. E rregulloi tavolinën, sistemoi këmbën dhe vendosi tenxheret sipër. Nuk kishte mure, as çati, as tabel me emrin e saj, vetëm ushqim, avull dhe një grua që qëndronte pas tyre. Klientët e parë erdhën herët, punëtor ndërtimi, një taksist, një plak që gjithmonë kërkonte më pak krip. Dafina i përshëndeti të gjithë me të njëjtën ngrohtësi të qetë. Mirëmëngjes, thoshte vazhdimisht. Disa përgjigjeshin,
Disa vetëm tundnin kokën, disa nuk e shikonin fare. Ajo nuk e merrte personal, se cili kishte hallet e veta. Nga mesi I paradites, dielli u ngrit më hal. Dafina fshiu ballën me cepin e përparesës dhe numërua monedhat në pëllëmb. Ishin pak, gjithmonë pak. I futi në xhep dhe nuk u ndalte mendimi. Përtej rrugës, pranë ndërtesës së pafërfunduar, 3 figura të vogla rrinin ulur në tokë. Dafina I kishte vënë re edhe më parë, kush qëndronte gjatë në një vend, shihte gjithçka. Por atë mëngjes ajo u ndal më gjatë. Ishin djem, të dhobët, të qetë. Rrinin ngjitur me njëri tjetrin, sikur hapësira mes tyre të ishte rrezik. Rrobat u vareshin në trop, disa të mëdhenj, disa të vogla. Pluhuri u mbulonte këmbët. Nuk bërtisnin, nuk vrapnin, vetëm shikonin. Kur dikush blinte një pjatë oriz, sytë atyre e ndiqnin me gjithë me gujë dhe me turp. Kur dikush shtonte gjell, ata përkuleshin pak përpara, pastaj qetësoheshin. Nuk lypnin, nuk flisnin, shikonin. Dafina ndjeu një shtrëngim në gjuks. U kthye te tenxherja, por vëmendja I ikte vazhdimisht nga ana tjetër e rrugës. I kujtoheshin ditë të tjera, kohë kur edhe ajo kishte parë ushqimin të kaloj pa pasuar guxim të kërkonte. Një grua që po blinte drekën, vuri re shikimin e saj. Ata djemtaz, tha më zë të ulët, fëmijë rrugësh, po I ushqye një herë, nuk të largohen më. Dafina buzëqeshi me mirësjellje dhe nuk tha asgjë. Pas dite ushtri nga dal, klientët u paksuan, drita u bë më e butë. Dafina kontrolloi tenxheret, kishte ende ushqim, por jo aq sa të shpërdorohej. Shikoi sërish djemt, nuk kishin lëvizur. Mendja e saj nisi debatet e zakonshme. Nuk ke mjaftueshëm, I thoshte një zë. Asnjëherë nuk ke pasur, dhe prap je këtu. Ajo kujtoi një vgjinje që dikur I kishte thënë se mirësia është luksus për ata që mund të përballojnë gabimet. Dafina nuk dinte si t'i shpjegonte, se mirësia ishte vetmja gjë që e bënte varfërinë të durueshme. Mori një pjatë, e la bosh, e mori përsëri. Zëmra I rrihte fort. Më në fund u ngrit, këmbët I dukeshin të rënda teksa hodhi një hap, pastaj një tjetër. Pastronte thyrin. Hajde, tha me zë të ulët. Djemt nuk lëvizën. Hajdeni këtu, tha pak më fort. Ata u pan mes tyre, përshpëritën, hezituan, njëri tundi kokën. Dafina ngriti duart, pëllëmbët hapura. Nuk ju bëj gjë, tha shpejt. Vetëm hajde. Ngadal, me kujdes, u ngritën dhe kaluan rrugën. Lëviznin si fëmijë që kishin mësuar të mos I besonin ftesave. Kur apruan, Dafina pas sa të vegjël ishin ata në të vërtetë. Thyri ju shtrëngoi. U ndalën për tavolinës. Afrohuni, tha me zë të ulët. Afruan një hap më shumë. Si I keni emrat, pyeti. Më I gjati foli pari, me zë të ulët. Ardian. Tregoi tjetrin. Ilir. Pastaj të tretin. Besnik. Dafina I përsëriti emrat nga dal. Jeni vëllezër? Trinjake, tha Ardiani. Dafina mori një pjatë, sytë e djemve e ndiqnin çdo lëvizje pa turp, pa lakmi. Ajo hodhi oriz, pastaj gjell, me kujdes. U kthye dhe u azgjati pjatën. Kjo është për ju. Ata ngrin. Për të tri, pyeti Iliri? Po. Nuk u hodhën në pjatë. Ardiani e luajti pjatën në tokë mes tyre, pa folur, e ndan ushqimin në 3 pjesë të barabarta. Askush nuk mori më shumë, askush nuk u ankua. Dafina u kthye më njanë, me sytë që I digjnin. Hëngrën qetë, nga gal, sikur nxitimi mund ta zhdukte ushqimin. Kur ushqimi u përgati, Ardiani u ngrit dhe e zgjati. Faleminderit, tha. Edhe të dy të tjerët e përsëritën. Jeni të mirëpritur. Teksa djemti kthyen nga ana tjetër e rrugës, Dafina ndjeu se diçka kishte ndryshuar. Pa zhurmë, pa shenjë. Prisni, tha prapë së pari. U kthyen. Mund të vini përsëri, nesër, nëse doni. Ardiani tundi kokën. Do të vim. Ulën sërish pranë ndërtesës, më afër se më parë. Atë mbrëmje Dafina e mblodhi sendet me më pak para se gjithmonë. Nuk u ndjeu më e varfër. Teksa ecte në drejti shtëpisë, nën shqellin që po errësonte, ndjeu zëmrën më të lehtë se prej vitesh. Ushtri në dyshemen e saj të hollë dhe shikoi tavanin. Diku përtej rrugës, 3 djem flinin me barkun plot. Për herë të parë pas shumë kohësh, Dafina fleti me një buzëqeshje të qetë. Ditën e dytë nuk pati asnjë ceremoni.
Dafina u kthye në vendin e saj në Fier, ashtu si çdo mëngjes tjetër. Vendosi tavolinën e drunjt të shtrëmbur në trotuar, e rregulloi me dorë pa menduar. Vendosi enët me kujdes. Asgjë në mëngjes nuk tregonte se diçka do të ndryshonte. Rruga tingëllonte njësoj. Karriget e kafenes gërryenin tokën. Era e bukës së freskët vinte nga furra aty pranë. Jeta vazhdonte me ritmin e saj të zakonshëm. Por Dafina nuk ishte më e njëjta. Syt i shkonin më shpesh tani, përtej rrugës, drejt ndërtesës së braktisur. Djemt ishin tashmë aty, ulur në të njëjtin vend si një ditë më parë. Nuk vrapuan drejt saj, nuk përshëndetën, thjesht pritën, trupat e tyre të vegjël të qetë, vëmendja e shpërndar drejt saj, sikur të mos ishin të sigurt nëse u lejohej të shpresonin. Dafina ndjeu sërish atë shtrëngimin e njohur në kraharor, këtë herë më të fortë. Ajo u kthye te puna e saj. Klientët erdhen një nga një burr porositi oriz pa lëng, një grua kërkoi bukë shtesë pa pjatë. Dafina i shërbeu të gjithëve me të njëjtën qetësi, por mendja i kthehej vazhdimisht diku tjetër. Prania e djemve ndihej si një peshë e heshtur pas shpinës së saj. I tha vetes se do të priste. Ajo gjithmonë kishte ditur të priste. Nga fundi i paradites, vapa u rëndua mbi rrugë. Dafina fshiu duart në përparse dhe pa tenxheret. Kishte më pak ushqim se dje. Një zë i brendshëm ja kujtoi të vërtetën e thjeshtë. Bujaria duket më e lehtë në ditë të mira. Sot nuk ishte një ditë e tillë. Përtej rrugës djemt kishin lëvizur pak. Njëri ishte mbështetur pas murit, tjetri vizatonte forma në pluhur me gjisht. I treti ndiqte me sy një qenë ndacak derisa u zhduk. Ende nuk kërkonin. Kjo e trazoi më shumë se gjithçka tjetër. Një klient e vuri re edhe ai, një burr i moshës së mesme, duke përtypur ngadalë, tundi kokën nga ana e tyre. Tani vin herët, tha. Duket se e ndiejnë që këtu është vend i sigurt. Dafina nuk foli. Ki kujdes, shtoi ai. Njerëzit flasin. Njerëzit gjithmonë flisnin. Rreth mesditës u shfaq zonja Bruna nga dy tavolina më tej. Byzylikët i kërcitnin ndërsa ecte. U ndal me qëllim, me vështrim të mprehtë. Pra qenka e vërtet, tha me zëm mjaftueshëm të lartë që ta dëgjonin të tjerët. Ke adoptuar fëmijë rruge tani? Dafina e pa drejt në sy. Hanin, tha, pastaj ikin. Zonja Bruna qeshi pa gëzim. Kështu fillon gjithmonë. U largua duke tundur kokën, e kënaqur që i kishte dhënë paralajmërimin. Dafina ndjeu thumbimin e njohur të gjykimit publik, por nuk e befasoi. Fieri nuk ishte i pamëshirshëm nga natyra, por ishte i kujdesshëm. Njerëzit e matnin mirësinë njësoj si paran, me frikë se mos humbnin. Djemët nuk e dëgjuan këtë, ose ndoshta e dëgjuan gjithçka. Trupat e tyre mbetën të qetë, por sypët e tyre u tendosën pak, ashtu si fëmijët që mësojnë të mbrohen pa e ditur si. Atëherë Dafina e kuptoi diçka të rëndësishme. Dje kishte qenë një çast, sot ishte një zgjedhje. Ajo mbaroi së shërbyeri një klient dhe i pa drejt djemt, jo me keqardhje, jo me frikë, me qartësi. Hajdeni, tha sërish, këtë herë me zë të qëndrueshëm. Ata hezituan më gjatë se herën e parë. Ardiani u kthye pari, hodhi një vështrim nga vëllezrit, pastaj kaloi rrugën ngadalë, me hapa të matur. Iliri dhe besniku e ndoqën duke qëndruar afër tij, lëvizjet e tyre të kujdesshme por të vendosura. Dafina nuk nxitoi, nuk mbushi me njëherë pjatat. I la të qëndronin aty për një çast, sikur prania e tyre kishte rëndësi përpara ushqimit. Uluni, tha, duke treguar stolin pranë tavolinës. Ata u bindën, duke ulur kujdesshëm. Sot ajo nuk shërbeu një pjatë, shërbeu 3. Djemtë e vunë re me njëherë, syti hapën, jo nga lakmia, por nga mosbesimi. Për ne, pyeti Iliri me zë të ulët. Po, tha Dafina thjesht. Ata nuk e ndanë ushqimin këtë herë, secili mori pjatën e vet, hapësirën e vet. Ardiani hodhi vështrim nga vëllezrit përpara se të prekte ushqimin, një pyetje e heshtur. Kur tundën kokën, ai filloi të hante. Dafina i vështroi me kujdes. Hanë disi nga dje, më të mbrojtur, më të sigurt. Tensioni në shpatullat e tyre u zbut pak. Mes kafshatave, besniku ngriti syt dhe e pa me një kuriozitet të hapur. Do t'jesh këtu nesër? Pyeti papritur. Pyetja e zuri në befasi. Po, u përgjogj pas një çasti. Do t'jem.
Kjo duket se vendosi diçka brenda tyre. Kur mbaruan, i radhitën pjatat me kujdes dhe ja dhan pa u kërkuar. Ardiani kolliti lehtë. Nuk do të shqetësojmë, tha me kujdes. Thjesht të rrim. Dafina tundi kokën. Është në rregull. Kur u kthye në vendin e tyre përtej rrugës, nuk u ulën aq larg sa më parë. Njerëzit e vunë re, si sa pëshpirtën, si sa u vronjën, të tjerë pan me interes të heshtur. Disa klient hezituan para se ta proheshin tavolinës, duke peshuar rehatin me urinë. Dafina i shërbeu të gjithëve gjithsesi. Atë pasdite, ajo shiti më pak ushqim se zakonisht. Monedhat në xhip i dukeshin më të pakta, por diçka tjetër kishte marrë peshë. Diçka që nuk matej. Ndërsa dielli po ulonte, djemt u ngritën për t'u larguar. Faleminderit, thanë së bashku. Dafina tundi kokën, një çast pa fjalë. Pasi u larguan, ajo qëndroi pas tavolinës, duke vështruar rrugën bosh. E kuptoi se kjo nuk ishte më vetëm për uri, ishte për prani, për t'u parë, për një vijë që e kishte kaluar pa zurmë. Atë mbrëmje, teksa numëronte parat, Dafina e kuptoi rrezikun që kishte marrë, dhe gjithë ato nuk u pendua, sepse dëmshëria, sapo zgjidhet 2 herë, pushon të jetë rastësi. Ajo bëhet rrugë. Në fund të javës së parë, gjithçka kishte marrë një ritëm të vetin. Dafina nuk çuditej më kur djemt shfaqeshin. Ata vinin çdo ditë pothuajse në të njëjtën orë, asnjëherë aq herët sa të dukeshin kërkues, asnjëherë aq vonë sa të harroheshin. Nuk i afroheshin tavolinës së saj, nuk përshëndesnin, nuk flisnin. Zinin vend përballë rrugës, mjaftueshëm afër për t'u parë, mjaftueshëm larg për të mos u akuzuar. Pikërisht ajo përmbajtje e tyre e bënte gjithçka më të rëndë. Në fillim, Dafina i ushqente vetëm pasi të kishte shitur mjaftueshëm për t'u ndjerë sigurt. I thoshte vetes se kjo ishte arsyeshme, e përgjegjshme, se mbijetesa vinte përpara bujarisë. Por kufiri mes më vonë dhe nëse bëhej çdo ditë më i hollë. Një pasdite, një klient porositi një pjatë dhe pagoi me para të sakta, teksa Dafina ja zgjati, hodhi syt nga tenxherja dhe kuptoi se kishte mbetur ushqim vetëm për 3 porcione të vogla. Dora ju shtrëngua rreth lugës. U ndal më gjatë se ç'kishte menduar. Djemt e vunë re. Ata gjithmonë e vinin re. Atë ditë, ajo i shërbeu gjithsesi. I tha vetes se në shtëpi do të hante bukë, se një natë me uri nuk e vriste, por kur dielli perëndoi dhe barku i diqte në heshtje, Dafina kuptoi diçka që më parë nuk e kishte kuptuar. Kjo nuk ishte më një vepër e thjesht mirësie, ishte një sakrificë. Edhe rruga e vuri re. Filluan përshpëritjet, jo të forta, vetëm komente të vogla me zblerësve, një vështrim këtu, një ngritje vetulleje atje. Po humb mendjen, tha dikush një mëngjes. Tregtia është tregti, jo bamirësi. Disa klient filluan të ngadalsonin hapin pranë tavolinës së saj, pastaj ndryshonin mendje. Të tjerë blinin shpejt dhe largoheshin pa e parë në sy. Disa nuk kërkonin më porcione shtesë. Një shofer taksie që më parë hante tek ajo 3 herë në javë, erdhi vetëm një herë, pastaj më kurrë. Dafina e ndjeu çdo mungesë. E ndjeu heshtjen aty ku dikur kishte zëra të njohur. E ndjeu tingullimin më të hollë të monedhave në pëllëmb. E ndjeu sa shpesh tani numëronte tenxherën përpara parave. Megjithatë, djemt vinin. Asnjëherë nuk kërkonin më shumë. Asnjëherë nuk ankoheshin kur porcionet ishin më të vogla. Kur kishte vetëm bukë dhe kos, e pranonin pa fjalë. Kur kishte vetëm supë, e ndanin qetësisht. Ajo që e trondiste më shumë Dafinën ishte sa të kujdesshëm ishin për të mos i kushtuar asgjë më tepër. Një pasdite, ajo e kapi Ardianin duke vëzhguar teksa e shërbente një klienti, duke numëruar në heshtje. Kur ajo u kthye, ai uli syt menjëherë, sikur të kishte turp që kishte vënë re. Atë natë, Dafina shtrihej mbi dyshekun e hollë duke parë tavarin. U përpoq të llogariste sa gjatë mund ta vazhdonte kështu. Përgjigjja e friksoi. Në javën e dytë, presioni nuk ishte më i fshehtë. Zylfia zgjolli një orar të ngarkuar për të folur. Ajo erdhi vonë në mëngjes, e rregulluar si gjithmonë, me qëndrim të sigurt dhe zë mjaft të fortë sa ta dëgjonin të gjithë. Qëndroi me krahët e kryqëzuar, duke i vështruar hapur djemt përballë rrugës. Pra, ky qen ka plani yt i ri i biznesit, tha në zë të lartë. Dafina vazhdoi të shërbente. Po të flas ty, apo bën sikur se dëgjon, vazhdoi Zylfia. Dafina e pa drejt në sy. Han,
tha qetë. Pastaj ikin. Zylfia qeshi shkurt, me përbuzje. Kështu mendon ti, nesër do të sjellin shok, pastaj kushërinj, pastaj telashe. Një klient u lëvizi parehatshëm, një tjetër uli syt. Po e prish rrugën, vazhdoi Zylfia. Njerëzit nuk duan të hanë aty ku ulet mjerimi. Dafina ndjell nxehtësi në fytyrë, por zëri i saj mbeti i qëndrueshëm. Janë fëmijë. Zylfia u afrua edhe më shumë. Fëmijët rriten, tha, dhe mbajnë mend kush ua bëri jetën të lehtë. Pastaj u kthye njerëzve përreth. Mos qani më vonë kur t'ju bjerë biznesi. Dhe u largua. Dëmi mbeti. Atë pasdite, erdhën vetëm 2 klient. Dafina shiti gjysmën e ushqimit. Kur numëroi parat, nuk mjaftonin për të blerë për nesër. U ul më gjatë se zakonisht në stol, duke parë tokën. Djemt u ngritën për t'u larguar. Ardiani hezitoi, pastaj u kthye. Nëse doni të mos vim më, tha me kujdes, nuk do të vim. Fjalët ranë më rënd se çdo fyerje. Dafina e pa drejt në sy, krahët e holl, sytë e mbrojtur, pesha që mbante pa e ditur përse. No, tha qetë, këtë nuk e vendos ti. Ai pohoi me kokë, pa lehtësim, pa zhgënjim. Atë natë, Dafina nuk hëngri. Të nesërmen, u zgjua me dhimbje koke dhe një zbrasti që shkonte përtej uris. Gatuaj më pak se të zakonisht. Duart i lëviznin ngadalë, ndihej më e moshuar se ç'ishte. Kur arriti në rrugë, Zylfia ishte aty duke qeshur me një tregtare tjetër. Zërat ulën sapo e pan. Djemtë erdhën me vonesa të ditë. Dafina ndjeu frikë para se të ndjente lehtësim. Ata erdhën me vrap, pak me frym, fytyrat të tensionuara. Pa folur, zu në vendin e tyre. Ardiani e vështroi sikur të kontrollonte nëse ajo ishte aty apo jo. Ishte. Atë ditë, ajo i shërbeu të fundit. Në fund të tenxheres, kishte shumë të pak. Ajo e pa, pastaj i pa ata, pastaj rrugën. I shërbeu gjithsesi. Ndërsa hanin, një grua kaloi dhe tundi kokën hapur. Prandaj do të mbetesh gjithmonë e varfër, tha pa u ndalur. Dafina nuk u përgjigj. Nuk i besonte zërit. Në mbrëmje, parat ishin mbaruar, jo të shpenzuara, të mbaruara. Ajo e mblodhi tavolinën ngadalë, shpina i dhëmpte, këmbët i diqnin, zemra i ndihej e mavurisur. Teksa ecte drejt shtëpisë, qyteti dukej më i zhurmoshëm se zakonisht. Era e mishit të pjekur nga shtëpit pranë ja shtrembuar stomakun. Kaloi pranë një furre dhe ktheu kokën më njanë. Atë natë, ushtri në dysheme, jo në shtrat. Nuk mund ta bëj këtë përgjithmonë, pëshpëriti. Por edhe ndërsa e thoshte, e dinte se do të zgjohej dhe do ta bënte sërish, sepse kostoja e ndalimit ndihej më e rëndë se uria, dhe sepse diku mes tenxhereve bosh dhe rrugës gjithënjë më të hishturme, Dafina kishte kaluar një vijë nga e cila nuk mund të kthehej më. Mirësia kishte lëshuar rrënjë, dhe rrënjët kur lëthellohen, nuk shkulen pa shkyer diçka. Ditët pas fjalëve të Zylfies u bën më të rënda se zakonisht. Nuk ishte vetëm mungesa e klientëve. Ishte mënyra si rruga dukej sikur e shmangte. Njerëzit kalonin, shikonin tavolinën e Dafinës, pastaj sytë e tyre rrëshqisnin drejt djemve përballë dhe hapat ndryshonin drejtim. Disa e bënin pa e kuptuar, të tjerë me vetdije të plot. Dafina i ndjente të gjitha. Çdo pjatë e pashitur ishte një orë më shumë uri. Çdo monedhë që mungonte ishte një vendim i shtyr për nesër. Ajo nuk fliste për këtë, nuk ankohej, vetëm numëronte në heshtje dhe shtrëngonte buzët. Në mëngjes, filloi të gatuante më pak, jo nga dorështrëngimi, por nga frika. Frika se ushqimi do t'i mbaronte para kohe. Frika se nuk do të kishte asgjë për të shitur, asgjë për të ndarë, asgjë për të mbajtur gjallë atë ekuilibër të brisht mes mbijetesës dhe dhemshurisë. Djemt vinin si gjithmonë, jo më herët, jo më vonë. Ajo i vështronte nga larg, duke u përpjekur të kuptonte nëse e ndjenin ndryshimin, nëse e kuptonin se çdo lugë tani kishte peshë, se çdo porcion ishte një zgjedhje. Një pasdite, Dafina ndjeu për herë të parë marramendje. Ishte duke shërbyer një klient kur duart ju drodhën lehtë. Ajo u mbështet në tavolinë për një çast, duke marrë frymë thellë. Klienti nuk vuri re asgjë. Mori pjatën dhe u largua. Tenxherja ishte pothuajse bosh. Ajo e mbylli kapakun ngadalë dhe numëroi parat. Nuk mjaftonin as për orizin e nesërm. Në stomak, ndjeu një djegje të lehtë, të njohur.
Ishte uri, por jo ajo e zakonshmja. Ishte uri që zgjaste, që futej në lëkurë dhe qëndronte atu edhe kur trupi ndalej së kërkuari. Kur djemtë u afruan, Dafina e dinte se nuk kishte çfarë t'u jepte. Ajo u kthye nga tenxerja, hapi kapakun edhe një herë, sikur diçka të kishte ndryshuar. Por jo, fundi ishte i thatë. Jam mbaruar sot, tha më në fund me zë të ulët. Solar ngriti syt, buzëqeshi lehtë si për ta qetësuar. Është në rregull, tha. Do vim nesër. Fjalët e tij nuk kishin ankesë, nuk kishin zhgënjim. Kjo ishte ajo që e goditi më shumë. Kune luli kokën. Ardriani qëndroi i heshtur, por syt i rrëshqisnin drejt çantës së saj të vogël, aty ku Dafina gjithmonë bante bukën e mbrëmjes. Ajo e kuptoi menjëherë. E dinte se çfarë kishte brenda asaj çante. Një copë buke, darka e saj, gjithçka që kishte për atë natë. Dafina mbylli syt për një çast. Në mendje i erdhën shumë gjëra njëherësh. Dhimbja në shpinë, lodhja që i rëndonte mbi supet, netët kur flinte me stomak bosh, zëri i Zylfijes, sytë e njerëzve që shmangeshin. Pastaj, hapi syt dhe pa djemt, jo si barë, jo si rrezik, por si treqënie që prisnin, jo ushqim, por një përgjigje. Prisni, tha ajo. Hapi çantën dhe e nxori bukën. Ishte e thatë, pak e fortë nga skajet. Ajo e mbajti për një çast në duar, sikur të peshonte diçka shumë më të rëndë se ushqimi. Pastaj, e theu në 3 pjesë të barabarta. Duart i dridheshin. Merrni, tha dhe u azgjati. Djemt ngrin. Solar hapi syt i habitur. Për ne, pyeti, edhe pse e dinte përgjigjen. Po, tha Dafina, hani. Nuk pati ceremoni, nuk pati fjalë të mëdha. Ata e morën bukën dhe ulën përballë, duke e ndarë sërisht me kujdes, edhe pse Axhdani ishte e ndarë. Dafina i vështroi teksa hanin. Stomaku i saj u tkurr, jo nga zilia, por nga një dhimbje e thellë që përzihej me diçka tjetër, diçka që nuk dinte ta quante. Kur djemtë u ngarën, Ardriani ngriti syt. A do jeni mirë? Pyeti, me një zë që nuk ishte më fëmijërish. Dafina buzëqeshi, edhe pse buzëqeshja i doli e dobët. Po, tha, mos u shqetësoni. Ata u larguan ngadalë. Dafina ul në stol dhe mbajti barkun me dorë. Errësira po binte, rruga po zhbraste zërat, aroma e ushqimit nga shtëpit përreth i mbushi ajrin. Ajo nuk u ngrit menjëherë. Kur më në fund u nis drejt shtëpisë, këmbët i dukeshin më të rënda se zakonisht. Çdo hap ishte një kujtesë se trupi kishte kufi. Në dhomën e saj të vogël, ajo u ul në dysheme, nuk hëngri. Mbylli syt dhe mbështeti shpinën në mur. Një lodhje e thellë e përfshiu, jo vetëm trupore, shpirtërore. Nuk e di se sa gjatë mundem, shpëriti në errësirë. Por edhe ndërsa e thoshte, e dinte se nesër do të zgjohej, do të gatuante, do të vendoste tavolinën, do të shikonte përballë rrugës, sepse ajo mbrëmje kishte bërë diçka të pakthyeshme. Mirësia nuk ishte më vetëm një zgjedhje, ishte bërë sakrificë. Dhe Dafina, edhe pse e lodhur, e uritur dhe e vetmuar, kishte zgjedhur të mbetej njeri. Dafina ndjeu që në fillim, para se ta shihte. Rruga ishte zgjuar si gjithmonë, motor që kolliteshin duke u ndezur, tregtar që tërhiqnin grilat metalike, era e vajit dhe bukës që ngrohte ajrin, por diçka mungonte. Hapësira përballë rrugës ndihej e gabuar, shumë bosh, shumë e heshtur. Ajo uli tenxhere dhe hodhi sërish vështrimin. Djemt nuk ishin aty. Në fillim, i tha vetes se ishin vonë. Fëmijët lëviznin, uria kishte orarin e vet. Ajo rregulloi pjatat më me kujdes se zakonisht. Drejtoi lugët që ishin tashmë drejt, duke i dhënë duarve diçka për të bërë ndërsa priste. Klientët vinin e shkonin. Dafina shërbente në heshtje, me sytë që ktheheshin vazhdimisht nga godina e papërfunduar. Priste të shihte 3 figura të vogla të dilnin nga pas betonit. Solarin duke folur me duar, Kunelin duke vëzhguar rrugën, Ardianin pak më përpara, si roje. Ata nuk erdhen. Kaloi një orë. Dielli u ngjit më lart, duke i rënduar shpatullat. Djersa i mblidhej në tëmtha. Ajo hapi kapakun e tenxheres dhe e trazoi ngadalë, jo sepse kishte nevojë, por sepse të qëndruarit pa lëvizur i bënte mendimet më të zhurmshme.
U përpoq të merrte frymë. Do të vinë, përshpëriti, më shumë si urdhër se sa si ngushëllim. Në mesditë, tenxheria ishte pothuajse bosh. Dafina fshiu duart në përparse dhe hodhi sërish vështrimin nga rruga. Hapësira përballë tavolinës mbeti e paprekur. Asnjë lëvizje, asnjë pritje, asnjë durim i heshtur. Një shtrëngim i njohur filloi të formohet në kraharor. Ajo mblodhi herët atë ditë. Vendimi e habiti edhe vet. Klient ende kalonin, por ajo nuk mund të përqendrohej. Syt nuk i rrinin te tavolina. Mendja i kishte kaluar tashmë rrugën. Palosi bezën, grumbulloi enët dhe ngriti tavolinën prej druri me mundim. Pesha i dukej më e rëndë se zakonisht. Kur i vendosi gjërat më njanë, kaloi rrugën pa hezitim. Godina e papërfunduar i dukej më e madhe se kurrë. U ndal në skaj dhe thirri but. Solar, zëri u përplas dhe ju kthye mbrapsht. Kunel, më fort këtë herë. Asgjë. Hodhi një hap brenda, duke para me kujdes ku shkelte. Toka ishte e babarabartë, plot tulla të thyera dhe mbetje. Pluhuri ju ngjit sandaleve. Ajo shikoi rreth e rrotull, zemra i rrinte më shpejt. Ardian, thirri, emri i mbetur pak në fyt. Asgjë përgjigje. Shkoi nga pas ndërtesës, aty ku zakonisht uleshin. Vendi ishte bosh. As sandale, as çanta të vogla, as një shenjë që dikush të kishte qenë aty atë mëngjes. Frymemarrja e Dafinës u shkurtua. U kthye me nxitim dhe doli sërish në rrugë. Një burr rrinte pranë motorit të tij. Keni parë tre djem? E pyeti. Binjak, ulen këtu çdo ditë. Ai ngriti supet. Fëmijë rruge, lëvizin. Ajo shtrungoi buzët dhe e falenderoi gjithësi. Shkoi te dyqani tjetër, pastaj te një tjetër. Një grua që shiste perime tundi kokën. Jo, sot jo. Një tregtar tjetër u mendoi pak. Dje i pash, sot jo. Fjalët ranë sigur. Ret u mblodhen papritur. Ajri u rëndua. Një bubullim u përhap mbi qiell. Dafina përshpitoi hapat. Thirri sërish emrat e tyre ndërsa ecte përgjatë rrugës përtej dyqaneve dhe rrugicave, vendeve ku nuk kishte pasur arsye të hynte më parë. Njerëzit e shikonin. Disa e shpërfillnin. Askush nuk e ndiqte. Shiu filloi lehtë, pastaj u bë i dendur. Brenda disa minutash u bë shi i rrëmbyer. Rrobat ju errësuan, të rënda nga uji. Flokët ju ngjitën në fytyrë. Ajo vazhdoi të ecte, duke parë pas ndërtesave, nën shtre, pranë kanaleve ku fëmijët fshiheshin nga stuhit. Asgjë. Kaloi në një rrugë tjetër, pastaj në një tjetër. Sandalet i rrëshqisnin mbi asfaltin e lagësht. Shiu i përshkonte rrobat, por ajo nuk u ndal, as nuk e ndinte më të ftohtin. Solar, bërtiti, zëri ju kërput. Bubullimi ju përgjigj. Këmbët filluan t'i dhemnin. Frymemarrja ju bë e cekët. Ngadalsoi, pastaj u ndal në mes të rrugës. Shiu që binte me forcë rreth saj. Një makinë i roi burime nervozishtin. Ajo nuk lëvizi. Ku jeni? Ciao. Fjalët i dolën nga thellësia e kraharorit. Shiu i turbullonte shikimin. Lotët përzieshin lirisht me ujin që i rrithte nga fytyra. Ajo ul në gjunjë dhe duart mbështetur në asfaltin e lagësht, supet që i dridheshin nëmth. Më falni, përshpëriste, her pas here. Më falni, që nuk bëra më shumë. Njerëzit kalonin me nxitim, me çadra të hapura, sytë të shmangur. Rruga vazhdonte, e zhurmshme dhe indiferente. Më në fund, shiu u qetësua. Dafina u ngrit ngadalë, çdo muskul protestonte. Rrobat i ngjitnin trupit, koka i rrinte fort. U kthye për në shtëpi pa drejtim, vetëm kujtimi i drejtonte hapat. Atë natë nuk hëngri. Ushtrinë e dyshekun e tij të holl duke parë tavanin, ndërsa uji pikonte nga çati në një enë të vogël. Çdo pikë tingëllonte tepër fort, çdo sekondë zgjatej. Mendimet ju kthyen mizura. Po nëse do t'ishin lënduar, po nëse dikush do t'i kishte marrë, po nëse do t'ishin zhdukur për shkak saj. Ajo u përqafoi fort, sikur të mund ta mbante frikën aty. Duhet kisha bërë më shumë, përshpëriti në djersi. Gjumi vendi vetëm në kopca. Të nesërme në mëngjes u kthye herët tek rruga. Trupi i saj lëvizte nga zakoni. Laje, vishje, gatuaje, mbaje, vendose. Rruga dukej e njëjtë. Koha nuk shëroi atë që u zhduk. Ajo thjesht vazhdoi përpara, pa i kërkuar leje Dafinës. Mëngjeset vazhdonin të vinin, njëri pas tjetrit, të pandjeshëm ndaj kujtimeve. Dafina zgjohej ende para lindjes së diellit, por tani i duhej më shumë kohë të ulej në buzë të dyshekut të holl.
Nyjat i dhimnin, shpina i ankohej në një mënyrë që nuk e kishte njohur më parë. Qëndronte për pak qaste në heshtje, pastaj ngrihej ngadalë, pa e nxituar trupin e saj. Rituali mbeti i njëjtë. Lante fytyrën me ujë të ftoftë, lidhne përparsën e vjetër rreth belit. Gatuante aq sa mundi të përballonte, më pak oriz se dikur, gjellë më të hollë, ndonjëherë vetëm fasule ose supë të zgjatur me ujë. Tenxherja i dukej çdo vit më e lehtë në duar, sikur edhe ushqimi ta kishte kuptuar se gjithçka po paksohej. Kur shtynte tavolinën prej drurit drejt anës së rrugës, lagja nuk dukej më e njëjtë. Dyqanet e reja ishin hapur, të vjetra ishin mbyllur. Fytyra kishin ndryshuar, zëra kishin ndryshuar. Ritmi i rrugës ishte bërë më i zhurmshëm në disa vende, më i heshtur në të tjera. Ndërtesa e papërfunduar përballë nuk ishte më. Në vend të saj qëndronte tani një dyqan i vogël me bojë të ndezur dhe muzikë që binte shumë fort. Por sytë e Dafinës shkonin ende atje, çdo ditë. Jo sepse priste të shihte 3 djem të ulur në tokë, ajo shpresë kishte kohë që ishte shuar, por sepse trupi i saj e mbante mendjen përpara mendjes, sepse disa zakone rrënjosen më thellë se mendimi. Rregullonte tavolinën me kujdes, edhe kur pjatat ishin më pak, edhe kur klientët ishin më të rrallë. I përshëndeste njerëzit me mirësjellje, buzëqeshte kur i flisnin, por buzëqeshja nuk i vinte më natyrshëm. Biznesi i saj u tkurr në heshtje. Nuk u shemb papritur, u hollua dita ditës si një pëlhurë e konsumuar nga koha. Disa klientë u larguan, të tjerë vinin më rrallë. Disa fytyra të reja u shfaqen, por nuk qëndrua gjatë. Dafina i vërente të gjitha, por nuk i lutej askujt. Ajo e kishte mësuar çfarë do të thoshte të humbje pa shpjegim. Kishte ditë kur shiste aq sa për të ngrënë vetëm një herë. Kishte ditë kur nuk shiste asgjë. Në ato ditë rrinte më gjatë ulur në stol, duke parë rrugën që kalonte pa e vënë re. Ndonjëherë dikush pyeste: "Teze, a nuk rrinin dikur ca fëmijë këtu?" Dafina tunte kokën. "Ku shkuan?" Ajo ngrinte supet. "Nuk e di." Në fillim këto fjalë i dhembnin, më pas u bën të sheshta, jo pa dhimbje, thjesht të zakonshme. Vitet kaluan, flokët filluan t'i thimjeshin, duart ju ashpërsuan, lëvizjet ju ngadalsuan. Këmbën e tavolinës e rregulloi disa herë, duke e lidhur me litar, duke e përforcuar me copa druri. Një tavolinë e re nuk ishte kurrë mundësi. Zylfia punonte ende aty pranë, nuk flisnin më shumë. Mpregtësia e zërit të Zylfis ishte zbehur me kohën, e zëvendësuar me diçka më të qetë, më të pasigurt. Ndonjëherë sytë e tyre takonin përcej rrugës, ndonjëherë jo. Dafina nuk mbante më mlef. Fjalët e dikurshme kishin humbur peshën e tyre. Ajo që kishte mbetur ishte mungesa. Natën Dafina i shihte djemt në ëndra. Jo çdo natë, por mjaftueshëm shpesh. Në disa ëndra, ata ishin ende të vegjël, ulur përballë duke ndarë një pjatë në 3 pjesë të barabarta. Në të tjera ishin rritur, me fytyra të paqarta duke i thirrur nga larg. Ajo zgjohej vritmuar me të njëjtën shtrëngisë në kraharan, me të njëjtën pyetje që e priste në errësirë. A jeni gjallë? Nuk pyeste më askënd. Pyetjet nuk ishin sjellë përgjigje, vetëm vështrime, keqardhije ose bezdije. Njerëzit nuk i pëlqenin pyetjet pafund. Rruga vazhdonte të ndryshonte. Makinat bëheshin më të reja, telefonat më të zhurmshëm, muzika vinte nga vende që dikur ishin të qeta. Por vendi i Dafinës mbetej i njëjtë, një ishull i vogël, këmbëngulës, në një botë që lëvizte pa u ndalur. Çdo pasdite, rreth të njëjtës orë, ajo e gjente veten duke parë përtej rrugës, jo duke kërkuar, duke kujtuar. Një mbrëmje ndërsa dielli po zbrinte dhe mbulonte rrugën me një dritë të lodhur portokalli, Dafina qëndronte më gjatë se zakonisht. Këmbët i dhembnin, frymëmarrja i vinte më e rëndë, mbylli sytë për pak çaste. Në mendje i dolën 3 djem, të dhobël, të kujdesshëm, të heshtur. I kujtoi mënyrën si i ndanin gjithçka, edhe ujin, edhe heshtjen. Shpresoj të jeni gjallë, përshpëriti, jo drejt rrugës, as drejt së shkuarës, por asaj pjese të vetes që nuk kishte rreshtur të ndjente kurrë. Një autobus kaloi me zhurmë dhe e ktheu në të tashmen. Hapi sytë. Përballë, njerëzit qeshin pranë dyqanit të ri, muzika luante, jeta vazhdonte. Vendi ku dikur rrinin djemt nuk ekzistonte më. Atë natë, Dafina e mblodhi tavolinën me më shumë përpjekje se zakonisht. Duart i dridheshin lehtë ndërsa rreshtiste enët. U ndal një çast duke u mbështetur në dru.
Ndoshta ajo pjesë e jetës sime ka mbaruar, tha me zë të ulët. Por edhe teksa kthehej për shtëpi, sytë e saj u kthyen përtej rrugës për herën e fundit. Gjithmonë ashtu bënin, sepse disa humbje nuk zhduken. Ato vendosen brenda njeriut, bëhen pjesë e mënyrës se si qëndron, se si pret, se si jeton pa përgjigje. E Dafina, edhe pse më e moshuar, më e varfër dhe më e ngadalt, e mbante atë mungesë me të njëjtin dinjitet të qetë me gjithë të cilin kishte mbajtur gjithçka tjetër. Pa zhurmë, pa hidhërim, vetëm me besnikëri. Zëri nuk i përkiste asaj rruge. Ishte i thellë, i qetë dhe i kontrolluar. Jo boritë mprehta të taksive, jo motorët që kolliteshin të autobusëve të vjetër, jo zhurma e njerëzve që nxitonin për diku. Ai zë rrotullohej ngadalë mes ndërtesave, i rënd, si diçka e rëndësishme që po vinte pa pasur nevojë të lajmërohej. Dafina e ndjeu para se ta kuptonte. Po fshinte duart në përparse, kur dridhje i kaloi nga pllakat e rrugës drejt këmbëve. Për një çast, mendoi se ishte bubullim, por qielli ishte i pastër. Pastaj zëri u dëgjua sërish, më afër kësaj here. Jo një herë, 3 herë. Motor. Rruga reagoi para mendjes së saj. Bisedat u ndërpren. Një burr u ndal në mes të fjalisë, dikush tjetër ktheu kokën me vrull. Një tjetër u afrua te bordura. Ritmi i zakonshëm i pasdites u ngadalsua, sikur e gjithë rrugat kishte marrë frymë dhe të mos dinte si ta nxirrte. Dafina u drejtua ngadalë. Zemra i filloi të rihte më fort, jo nga frika, por nga instinkti. Diçka nuk ishte në rregull, ose ndoshta thjesht ishte ndryshe, e panjohur. Nga fundi i rrugës u shfaqën 3 makina të zeza, që lëviznin me qetësi të qëllimshme, të pastra, të lustruara, me xhama të errët. Nuk nxitonin, nuk hezitonin, lëviznin sikur e dinin saktësisht se ku po shkonin. Njerëzit u hapën anash. "Çfarë makinash janë këto?" po shpëriti dikush. "Duken shumë të shtrenjta", tha një zë tjetër. Dafina qëndroi aty ku ishte. Duart i mbështeti në skajin e tavolinës, gishtat i u lën lehtë mbi drurin e vjetër. Makinat e tilla nuk vinin kur këtu, jo në këtë rrugë, jo për të. Motorët u afruan, pastaj u qetësuan, dhe më pas u ndalën. Të trija makinat u ndalën drejt përballë tavolinës së saj. Rruga u mbush me heshtim. Jo ajo heshtim e zakonshme kur puna bie, por një heshtim i shtrënguar nga kureshtja. Dafina e ndjeu si pesh mbi kraharor. Hodhi një vështrim pas shpine, sikur të priste të shifte dikë tjetër për të cilin mund të ishin dalur makinat. Nuk kishte askënd, vetëm tavolina e saj e vogël, tenxherja, trupi i saj i lodhur. Një derë makine u hap, pastaj një tjetër, pastaj e treta. 3 burra zbritën. Ishin të gjatë, të rregullt, të veshur me rroba që nuk bërtisnin pasuri, por e mbanin atë në heshtje. Këpucët u shkëlqenin, qëndrimi i tyre ishte i kontrolluar. Nuk buzëqeshnin, por as nuk dukeshin të ashpër. Qëndruan për një çast në vend, duke vështruar rrugën, si njerëz që kërkonin diçka të caktuar. Përshpëritjet nisën rreth tyre. A janë polic? Jo, nuk duken si polic. Për kë kanë ardhur? Gryka e Dafinës u tha. Gëlltiti me vështirësi. Zemra i rihte fort në vesh. Kishte jetuar gjatë në këtë rrugë, mjaftueshëm gjatë për ta ditur kur vëmendja bëhej e rrezikshme, mjaftueshëm gjatë për ta kuptuar kur papritur ndodhej në qendër të diçkaje që nuk e kishte kërkuar. Njëri prej burrave shikoi drejt në sy. Sytë e tyre u takuan. Diçka kaloi mes tyre, jo njohim, por përqendrim. Shprehja e burrit ndryshoi lehtë, sikur të kishte gjetur pikën që kërkonte. Ai tha diçka me zë të ulët drejt të tjerëve. Ata tundën kokën. Pastaj filluan të ecnin drejt saj. Fryma e Dafinës u ndërpre. Duart i shtrënguan rreth tavolinës, këmbët i ndjen të pasigurta, por ajo nuk lëvizi. Vështroi fytyrat shpejt, jo për njohim, por për kërcënim. Turma u afrua pak më shumë, e tërhoqur nga tensioni. Burri i parë u ndal disa hapa larg saj. "Mirdita", tha qetësisht. Zëri ishte i qëndrueshëm, i ulët, pa asnjë ashpërsi. Kjo e shqetësoi më shumë se sa një brit do ta kishte bërë. Mirdita", u përgjegj Dafina me një zë më të butë se sa donte. Burri e studioi fytyrën e saj, jo me pamundësi, por me kujdes, sikur po konfirmonte diçka të mbajtur mend prej kohësh.
Burri i dytë u afrua edhe pak, duke ndjekur me sy të njëjtin vështrim. I treti qëndroi pak më pas, vështronte rrugën, njerëzit, hapësirën. Dafina u ndjej e zhveshur. Nëse ka ndonjë problem, nisi. Pastaj u ndal. Nuk e dinte pse po kërkonte falje. Burri tundi kokën lehtë. Nuk ka problem, tha. Po kërkojmë dikë. Zemra e saj u hodh. Kë? Pyeti. Një grua, u përgjigja ai, që shiste ushqim këtu. Dafina pohoi ngadalë. Jam unë. Burrat shkëmbyen një vështrim. Nuk je larguar, tha, jo si pyetje. Nuk kam ku të shkoj, u përgjigj Dafina me sinqeritet. Rruga u mbush me heshtim, edhe zylfia kishte pushuar të foluri. Ajri ishte i rënd, në pritje. I treti foli më në fund. A i ma mend 3 djem. Gjoksi i Dafinës u shtrëngua. Gishtat i drodhën mbi dru. Po, tha me zë të ullët, i mbaj mend. Ata rinin përballë rrugës, vazhdoi i pari, pranë ndërtesës së pafunduar. Ajo pohoi sërish, tani me grytën që i diqte. Ishin 3 njak, shtoi i dyti. Dafina ndjeu sikur toka ju lëkund nën këmbë. Po, përshpëriti. Ishin. Për një çast, askush nuk foli. Turma u afrua edhe më shumë, e kapur me skureshtjes dhe nderimit. Burri i parë mori frym thellë. Po të kërkonim. Kjo. Koka e Dafinës u tund instinktivisht. Mua? Po. Fjala u përhap më fort se sa duhej. Dikush psherthiu pas saj, dikush tjetër përmendi emrin e saj. Dafina u ndje të trulluar, sikur rrugat kishte përkyllur. Burri huti dorën në xhep dhe nxori një copë të vogël pëthyrje. Cëbelur, e vjetër, me skaje të grizura nga koha. Dafina e njohi menjëherë. Fryma ju largua me një tingull të thyer. Ti na jeve këtë, tha burri me zë të ulët. Gjinjet e saj u drodhën. Atë ditë, kur ishim të ftohtë, Dafina ngriti dorën e drodhur drejt gojës, lotët i megluan shikimin. E kujtoi momentin kur e kishte shkyer nga përparsja bejmend pa menduar, kur e kishte mbështjellur akrahun e vogël. Burri u ul në gjunjë. Rruga u trondit nga një pshelfim kolektiv. Jam unë, tha nau tani me zë të dredhur. Një tjetër u afrua dhe u ul pranë tij. Edhe unë. I treti e ndoqi. Nuk të harruam kurrë, tha i fundit. Bota e Dafinës u shemb nga brenda dhe u zgjerua njëkohësisht. Rruga, që dikur e kishte injoruar, tani mbante frym. E shkuara nuk ishte zhdukur. Ishte kthyer, në këmbë, e veshur bukur dhe gjallë. Dhe gruaja që dikur u shqeu 3 djem të uretur, kuptoi shumë vonë dhe të gjitha njëherësh se disa mirësi nuk humbin kurrë. Ato gjithmonë presin. Ulja në gjunjë ndodhi pa zhurmë, por goditi më fort se çdo fjalë. Njëri pas tjetrit, 3 burrat u përkulen para saj, jo për të dukur, jo për shfaqje, por me një respekt të thellë që i heshti të gjithë përreth. Rruga që dikur i kishte parë si fëmijë të padukshëm, tani i shihte si burra të qëndrueshëm, me supe të drejta dhe sy të mbushur me diçka që nuk blihet me para. Dafina mbajti frymën. Gjunjët i dridheshin, por ajo nuk u ul. Qëndroi aty, me duar që i rëshqiten nga tavolina dhe ran pranë trupit, sikur nuk i bindeshin më. Unë jam Altini, tha burri i parë, duke ngritur kokën dhe duke e parë drejt në sy. Unë jam Erioni, shtoi i dyti. Dhe unë jam Lirimi, tha i treti, me zë të qetë, por të mbushur me emocion. Emra të ranë mbi të si peshë butë. Dafina i përsëriti në mendje, një nga një, sikur po i mësonte për herë të parë, edhe pse zemra e saj i kishte njohur prej kohësh. Ne ishim ata djem, vazhdoi Altini, ata që uleshin përballë, ata që ndanin një pjatë në 3. Zëri Dafinës u thye. E di, tha ajo, e di. Erioni mori frym thellë. Atë ditë që u zhdukëm, nuk ikëm sepse donim. Dafina mbylli syt për një çast. Kujtimi i shiut, i rrugëve bosh, i zërit të saj që thërriste emra, i përshkoi trupin. Një burr na pa, vazhdoi Lirimi, na pa duke më rënë bukën që na dhe, na pyeti pse ishim gjithmonë aty, i treguam për ty. Altini uli kokën. Ai na mori me vete, kishte lidhje me një qendër për fëmijë pa prindër, na çuan larg, shumë larg. Na dha në rroba, shtoi Erioni, na lan të flinim në shtretër të vërtet,
Na dërguan në shkollë. Dafina hapi syt. Lotët I rridhnin lirshëm tani, pa turp, pa përpjekje për t'i ndalur. Na than të mësonim, tha Lirimi. Na than se dikush kishte besuar tek ne, para se ta besonim veten. Altini ngriti dorën dhe nxori një dokument nga një zarf I trash. Nuk ja dha menjëherë, thjesht e mbajti. Këto janë diplomat tona, tha I. Këto janë kontratat tona. Kjo është jeta që ndërtuam. Dafina tundi kokën, e hutuar. Unë vetëm ju dhash ushqim, tha ajo, asgjë më shumë. Erioni buzëqeshi lehtë. Na dhe kohë, tha, na dhe forcë, na dhe ndjenjën që vlente të jetonim. Altini u ngrit në këmbë dhe ndihmoi edhe të tjerët të ngriheshin. Pastaj u kthye sërish nga Dafina. Ne u betuam, tha I, që nëse një ditë do të ktheheshim, nuk do të ishte si fëmijë të uritur. Lirimi nxori një çelës të vogël metalik, I thjesht, por I ri. Ta mbash këtë, I tha, është I yti. Dafina e mori me duar që I dridheshin. Çfarë është? Një dyqan, I vërtet, me mure, me çati, me dritare. Zhurma shpërtheu rreth tyre. Dikush duar trokiti, dikush tjetër fshiu syt. Zylfia qëndronte e ngrirë, pa fjalë. Jo, tha menjëherë Dafina tundi kokën, nuk mundem, jam plakur, kjo tavolinë është jeta ime. Altini u afrua dhe I vendosi dorën mbi dorën e saj. Kjo tavolinë na mbajti gjallë, por nuk duhet të mbaj më në rrugë. Ajo qeshi me slotësh. Unë ju ushqeva se të më ktheni gjë. E dim, pikrisht për këtë u kthyem. Lirimi u kthye nga turma. Kjo grua, tha me zë të qartë, na mësoi çfarë do të thotë të jesh njeri, kur askush tjetër nuk na shihte. Dafina mbylli fytyrën me përpares, trupi I saj u drodh. Nuk kam nevojë për asgjë më tepër, vetëm që jeni gjallë. Altini u përkol paksa. Atëherë le të jeni gjallë edhe për ty. Ata I ndihmuan të ulej, dikush solli ujë. Ajo peu ngadalë sikur kishte frikë se do të zgjohej nga një ëndër. Pastaj, me hapa të ngadalt, ata e çuan drejt makinës së mesme. Ajo hezitoi për një çast, pastaj hyri. Sedilja ishte e butë, ajri I freskët, gjithçka ndihej e huaj. Makina lëvizi ngadalë, rruga u hap përpara tyre. Dafina pa vendin ku kishte qëndruar për vite, tavolinën, hapësirën bosh përpara. Nuk ndjeu dhimbje, vetëm një qetësi të thellë. Kur makina u ndal, ajo zbriti dhe pa një dyqan të vogël të pastër, me emrin e saj mbi derë. Shkronja të thjeshta, të qarta. Dafina preku tabelën me gishta që I dridheshin. Është e imja? Pyeti si fëmijë. Është e jotja, than të tre një zëri. Ajo e ngriti kokën nga qielli dhe mori frym thellë. Premtimi u kthye, jo si zhurmë, por si jetë. Dafina qëndroi për një çast para derës së re, me çelësin ende në pëllëmb. Metali ishte I ftohtë, por duart e saj ishin të ngrohta nga emocionet që nuk po I bindeshin më trupit. Për vite të tëra, ajo kishte qëndruar në të njëjtën rrugë, në të njëjtin vend me të njëjtën tavolinë druri që lëkundej sa herë frynte erë. Tani përballë saj ishte një derë e vërtet, me xham të pastër dhe një dorez që nuk ishte gërryer nga koha. Ajo mori frym thellë dhe hapi derën. Brenda nuk kishte luks, nuk kishte shkëlqim të tepruar. Kishte dritë të qetë që hynte nga dritarja e përparme dhe ndriçonte një hapësirë të vogël, por të rregullt. Dyshemeja ishte e pastër, muret të sapo lyera me një ngjyrë të butë që nuk lodhte syrin. Një banak I thjesht druri ishte vendosur përballë hyrjes. Raftet në mur prisnin enët, tenxheret, pjatat që Dafina I kishte larë me duart e saj për vite me radhë. Ajo hyri ngadalë, sikur kishte frikë se zhurma e hapave të saj do ta prishte momentin. Është shumë, tha ajo me zë të ulët, më shumë për vete se sa për të tjerët. Altini qëndronte pak pas saj. Është mjaftueshëm, ja ktheu qetë. Dafina preku banakun me gishta. Druri ishte I fortë, I qëndrueshëm, nuk lëkundej. Ajo mbylli syt për një çast dhe kujtoi tavolinën e vjetër, të lidhur me litar, që kishte mbajtur peshën e tenxhereve, të pjatave dhe të shpresës së saj për kaq shumë vite. Nuk ndjeu trishtim, vetëm mirënjohje. Jashtë njerëzit ishin mbledhur pa u thirrur. Rruga që dikur kalonte pa u ndalur, tani rrinte. Njerëzit flisnin me zë të ulët, disa përshëndesnin Dafinën me kokë, disa buzëqeshnin, disa thjesht shikonin,
sikur donin të siguroheshin se ajo që po shihnin ishte e vërtet. Zylfia qëndronte pak më tej. Nuk fliste, nuk qeshte, nuk bënte komente. Për herë të parë pas shumë vitesh, ajo nuk kishte asgjë për të thënë. Syti kishte të ulur dhe duart i mbante të kryqëzuara. Rruga e kishte parë gjithçka. Dafina doli sërish jashtë, duke mbyllur derën pas vetes me kujdes. Ajo nuk u kthye nga turma për të mbajtur fjalim, nuk ishte kurrë ajo lloj gruaje. Ajo vetëm u përkul paksa, si shenjë falënderimi, dhe njerëzit e kuptuan. Erioni i solli një karrige dhe ajo u ul për pak, sepse këmbët nuk i mbanin më si dikur. Lirimi solli një gotë ujë. Ajo piu ngadalë, me dorë të sigurt. Do gatuash ende? E pyeti dikush nga turma. Dafina buzëqeshi. Po, tha, kjo ditë bëj. Nuk ishte krenari në zërin e saj, vetëm siguri. Ditët që pasuan nuk ishin fest, ishin punë. Dafina u zgjua herët si gjithmonë. Uji ishte ende i ftort kur lau fytyrën. Duart i dhemnin kur priste perimet. Trupi nuk ishte bëj më i ri nga një dyqan i ri, por diçka tjetër kishte ndryshuar. Ajo nuk e ndjente më të padukshme. Në mëngjeset e para, klientët hynin me hezitim. Shikonin përreth, përshëndesnin, uleshin. Ushqimi ishte i njëjtë, shije e njëjtë, kujdesi i njëjtë. Dafina nuk ishte ndryshuar mënyrën si gatuante, as mënyrën si shërdente, vetëm se tani nuk i frynte erë mbi tenxhere. Altini, Erioni dhe Lirimi nuk u larguan, nuk qëndronin gjithë ditën, por vinin shpesh, jo për ta kontrolluar, vetëm për të parë nëse ajo ishte mirë. Uleshin në një cep, pinin kafe dhe flisnin pak. Nuk e mbushnin hapësirën me praninë e tyre, e respektonin. Një pasdite Dafina u ndal për një çast dhe i vështroi ata. 3 bura, 3 jetë, 3 rrugë që ishin ndarë nga e saj dhe ishin kthyer sërish. Ajo ndjeu një qetësi që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Nuk më detyroni asgjë, u tha atyre. E dim, prandaj jemi këtu. Zylfia kalonte shpesh para dyqanit. Ndonjëherë ndalonte, shikonte, pastaj i largonte pa folur. Askush nuk e ngacmonte, askush nuk i kërkonte llogari. Heshtja ishte e mjaftueshme. Muajt kaluan, dyqani u bë pjesë e rrugës, jo si mrekulli, por si diçka që dukej sikur kishte qenë gjithmonë aty. Dafina u plak pak më shumë. Flokët ju zbardhen më tej, por shpatullat i mbante drejt. Një mbrëmje kur po mbyllte derën, ajo ndali dhe vështroi rrugën. Vendi përballë ishte bosh, nuk ishte më ndërtesë e banuar, nuk ishte më fëmijë që uleshin në tokë, por kujtimi nuk ishte i dhimbshëm. Ishte i plot. Dafina mbylli derën dhe u nis për në shtëpi me hapa të qetë. Jeta e saj nuk ishte bërë e pasur, nuk ishte bërë e lehtë, por ishte bërë e nderuar. Dhe kjo ishte mjaft.